SNA ka siguruar videon atentatit të ndodhur në lagjen numër 18 në Durrës. Në pamje shihet një makinë e bardhë tip Seat që afrohet në vendngjarje, nga e cila dyshohet se kanë qelluar me armë zjarri 2 autorët. Në video dëgjohen të shtënat, ndërsa 2 qytetarë vrapojnë të tmerruar. Nga breshëria e të shtënave ka marrë 2 plumba 29 vjeçari Ermir Dedja. Prej plakëve të rënda ai ka ndruar jetë rrugës për në spital. Ndërkohë makina e autorëve është gjetur e shkrumbuar në fshatin Gërdec. Brenda saj është gjetur edhe arma e krimit tip Kalashnikov. Viktima rezulton person me precedent të mëparshëm kriminal në fushën e narkotikëve dhe për moskallëzim krimi. Në 2015 Dedja është vënë në pranga për shitjen e një sasie lënde narkotike tek 2 persona nga Hasi që do e trafikonin në Kosovë. Është arrestuar po ashtu në 2017 si bashkëpunëtor në një plagosje në Shijak, që aso kohë raportohet se ndodhi pas një konflikti çasti për motive të dobta.